Vetëm pak kilometra larg Korçës, në fshatin Dishnic, jeton Lindita Latollari, një anëvis e përkushtuar ndaj kuzhinës tradicionale shqiptare. Dikur ajo ka punuar jashtë vendit në një pastiqeri, ndërsa sot i është rikthyer rënjëve, duke përgatitur në shtëpinë e saj produkte të shumta tradicionale, si reçelera, glikofrutash dhe turshi të ndryshme. Aktualisht këto produkte Lindita i përgatit kryesisht për konsum familjar, por edhe si dhurata për miqt dhe të afërmit, duke mos i kthyer ato në një aktivitet tregtar. Unë kam qenë 17 vjet në Greqi, kam punuar në ëmbëlsira, që kur jam kthyer kam 11 vjet që punoj. I bëj për qefin tim, për t'ju dhënë shoqërisë, miqësisë, jo për të shitur. Bëj gliko are, bëj gliko për fiku tegër, bëj marmallat për speci të kuq. Domate, kajsi, pjeshkë, marmallat për fiku, marmallat për kumlle, marmallat për molle, për të gjithave, nuk më kalon asnjë gjë kot. Çdo përgatitje realizohet me receta të vjetra të trashëguara brez pas brezi dhe me produkte të zonës, duke ruajtur kështu shijen autentike të traditës. Ajo tregon se jo të gjitha zonjat sot i njohin apo i praktikojnë këto receta, çka e bën edhe më të rëndësishme ruajtjen e tyre. Nuk e merr asnjë zametin që të bëj. Që të thotë më thuaj sa bëj. Këto nëse të reja e mund të pyesin për një gjë të vogël, po për këto gjërat e tjera jo. Unë pyesin vetëm për kompost, ose për glikot duhen me peshët, duhen me mas, asnjë nuk i bë. Në një kohë kur shumë tradita rrezikojnë të harohen, përkushtimi i Lindita Latollarit mbetet një dëshmi e gjallë e vlerave që trashëgohen dhe ruhen me dashuri ndër breza.